Dua t'i bëj një thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tanë në të gjithë Greqinë, jo vetëm këtu në Athinë, që t'i shfrytëzojnë 5 ditët e mbetura në dispozicion për të kthyer pranë zyrave të DHL, Kurier apo Spidex zarfat me fletat e votimit. Janë 5 ditë të rëndësishme për ta përmbyllur me sukses të plot të moment historik të demokracisë tonë, ku për herë të parë bashkëdhetarët morën pjesë në zgjedhjet për të vendosur drejtimin që duhet të ecë Shqipëria, dhe është një drejtim drejt Europës. Prandaj dua ta nënvizoj këtu nga një nga pikat e DHL-s se tani më procesi ka hyrë në atë normalitetin e vet, siç jemi informuar dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka një numër diku ke 6-7.000 fletë votimi ende të pashpërndara, por që unë besoj e shpresoj që dhe ato do të shpërndahen për ta përmbyllur të gjithë procesin në Greqi dhe në të gjithë botën, kudo që janë shqiptarët dhe kudo që janë ata që u regjistruan për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Çerek milioni shqiptarë që u regjistruan në këto zgjedhje është një arritje e madhe dhe është një fitore e madhe për demokracinë tonë në këtë moment historik.